Në ambientet e Kuvendit të Kosovës është mbajtur sot takimi kryetarës së Kuvendit të Kosovës Albulena Haxhiut me kryetarët dhe përfaqësuesit e subjekteve politike në kuadër të përgatitjeve për seancën konstituive të legjislaturës së 11 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila është planifikuar të mbahet me 6 gusht. Haxhiut tha para seancës konstituive të 6 gushtit do të regjistrohen deputetët. Regjistrimi i deputetëve do të ndodhë më 3 gusht për lëvizjen vetëvendosje, më 4 gusht për PDK-n dhe LDK-n dhe me 5 gusht aleanca dhe deputetët që përfaqësojnë komunitetin jo shumicë në Republikën e Kosovës. Ndërsa Arbëria Nagafsi nga lëvizja vetëvendosje tha se pret që Kurti dhe Abdi Gjiku të vazhdojnë diskutimet në afatin më të shkurt. Tashmë qenë se po afrohet dita e konstituimit të Kuvendit, unë pres që të reflektojnë edhe natyrisht të marrin pjesë në takime, po përtej kësaj edhe të bëjmë pjesë e procesit të përgjedhjes së presidentit apo presidentes. E nga LDK pohuan se grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës do të veprojë në përputhje me deklaratën politike të Kuvendit të partisë. Angazhimi i LDK-s duhet të jetë edhe i deputetëve, duhet të jetë në prizmin e bërjes së institucioneve të shtetit tonë, themelimit institucioneve dhe dhënies së kontributit si parti politike për aq sa kemi fuqi politike. Ndërsa grupi parlamentar normalisht që do të jetë në harmoni me këtë deklaratë. E nga Aleanca, Besnik Tahiri tha se nuk duam të jemi pjesë e qeverisë pa u përfillur 6 kërkesat tona. Nëse nuk merren parasysh qëndrimet tona, kërkesat tona legjitime, absolutisht ne nuk bëjmë vegël, se si jem vegël. Ne tash u bëm parti e respektueme. Pas takimit të sotëm, Partia Demokratike e Kosovës zgjodhi të thotë se do të mbetet në opozit. Ne do të jemi në opozit, mirë po ashtu jemi të interesuar që sa më parë institucionet e Kosovës të konstituohen në mënyrë që të fillojmë të adresojmë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve të Kosovës. Ky takim u zhvillua në përpjekje për të gjetur një rrugdalje nga ngërçi politik, ndërsa mbetet të shihet nëse partitë do të arrijnë ndonjë dakordim për hapat e ardhshëm të procesit.